Mirë dita mitë e mitë YouTube-it. Sot do t'ju tregoj se si mund t'i ngrim qentrot në Vinovil, sepse kam patur shumë kërkesa për të treguar se si veprohet. Marrim një tas dhe hedhim ujë. Te kujti hedhim Vinovilin. Por kjo nuk ka një mas, do sa ujë të hedhim dhe sa Vinovil të hedhim. Për shembull, ujin dhe Vinovilin mund ta hedhim në varësi të qentrove, se sa qentro kemi. E trazojmë. Sepse unë e kam shpjeguar, por nuk e kam treguar mënyrën se si mund të veproj, se ka shumë njerëz që nuk e kanë kuptuar se si. Tani e shkryt në Vinovilin neve, marrim qentron, si që kemi qentron këtu, e vendosim në ujë, që është edhe dhe Vinovili që e kemi shkryer. E rrotullojmë disa herë kështu. Dhe ndërkohë, ne na duhet një karton, ose po të keni në i buk peshku, është më mirë buk peshku. Unë kam një karton që e mbaj dhe e përdor për herë për ndrirjen e këtyre qentrove. Ja dhe kutia, si që shikoni. Këtu. E marrim qentron, si që kemi futur në tasë dhe shtryllim. Pastaj e hapim në kuti, në andaj në barë. Edhe e tendosim me dorë një herë. Jo se qentro është me madhe, faktikisht edhe kutia duhet çike madhe. Që ta dim se sa ta hapim të, se duhet të tendoset. Pasi e kemi tendosur qentron, me anë të gjilpërave me kokë, e kapim në për cepat, edhe që të vi rumullak tamam. Si që kemi gjilpërat me kokë, edhe i kapim në to cepat. I kapim e rrallë, do t'i kapim në të gjitha cepat, se qentro është rumullake. Edhe kur qentro është katrore, edhe kur është në mënyrë rombi, formë në rombit, do t'i tërheqim dhe do t'i vëmë ato gjilpërat e kokës mbas formës që ka qentroja. Është mirë që në shtëpi të keni këto gjilpërat me kokë për të përdorur këto gjëra. Dhe mbasi e kemi hapur këtë, dhe e kemi kapur të gjithë me gjilpëra me kokë, do ta lëm të thahet vetë në ambient. Kur është diell mund ta lëm në diell edhe thahet. Tani që është koha e lagët ose shumë dimër, do një ditë që të thahet, se nuk mund ta heqësh dot pa u tharë. Dhe mbasi është tharë kjo qentre, ja heqim gjilpërën me kokë, edhe nuk ka nevojë fare të e kuroset. Ja. Po në përbëret e qark. Edhe është një mënyrë që nuk lodhesh edhe nuk të harxhon kohë. Se ne kur i ngrinim me një seshte, do t'i merrnim, do t'i linim të kullonim pak, pastaj do t'i e kurosnim, do të bënim çarçafin në dy se na ngjiste një seshte të hekuri. Kurse kjo është mënyra më e thjeshtë. Të shkurton dhe kohën. Tani nuk e di se sa mund t'i përdorin njerëzit këto qentrot, po kam dëgjuar shumë veta që thonë që nuk bën qentron tavolinë se nuk na i lën fëmijët, se kemi fëmijë vegjël. Ja. Ta heq të tasin.
duhet një karton për këto, ose një buk peshku, sepse kur i vëm këto gjilprat me kokë, na dalin këto nga poshtë. Prandaj dhe unë thash, mund tjetë edhe buk peshku, mund tjetë shumë i mirë. Edhe që të vi rumbullaku tamam, do të tërheqim në mënyrë të barabartë këto. Për shembull, nga kur e shikon kështu, e tërheq njërën ku ka nevojë, edhe kjo për shembull do të rikër qik më shumë këtu, edhe kjo tjetra. Si që do në herë kartoni i fort edhe shtëmbrojnë këto gjilprat me kokë. Ja. Të vinë të gjitha në një drejtim. Kjo ishte dhe procedura e ngrirjes së qentrës me vinovil. Si mund të bëhet? Dhe tash këtë e lëm të thahet. Dhe mbasi është tharë, ne vazhdojmë pra procedurën siç e bëm në fillim. Kjo ishte dhe video për sot. Mirë dëgjoshim në videot e radhës.